Partia Socialiste vijon të prinë në sondazhe lidhur me zgjedhjet e 11 majit të pasuar nga PD dhe partitë e tjera. Barometri Euronews Albania ka zhvilluar matjen e dytë zgjedhore pas matjes së janarit 2025. Sërish, metodologjia e përdorur dhe kampioni ka qenë i njëjtë, 1600 qytetarë të pyetur në gjithë territorin e vendit, ballë për ballë. Periudha kohore e mbledhjes së të dhënave për matjen e dytë zgjedhore të barometrit Euronews Albania është 15 deri në 25 shkurt 2025. Pyetja më e rëndësishme politike në matjet e barometrit për zgjedhjet e 11 majit është: për cilën parti do votonit nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot? Nëpërmjet kësaj pyetje, në të gjitha matjet politike, arrim të lexojmë prirjen e votës së qytetarëve për zgjedhjet e ardhshme. Përgjigjet në matjen e dytë tregojnë se 39.1% e qytetarëve, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, do të votonin Partinë Socialiste, 27.8% e tyre do të votonin Partinë Demokratike dhe me radhë si më poshtë, 5.1% e qytetarëve do të votonin Shqipëria bëhet, 3.9% Partia Mundësia, 2% Lëvizja Bashk, 1.4% Partia e Lirisë, 1.7% partitë të tjera. Ndërkohë, 19% e qytetarëve janë të pavendosur për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje. Një pjesë e tyre tregojnë se nuk do të votojnë, një pjesë përgjigjen nuk e di ose refuzojnë të përgjigjen kësaj pyetje. Krahasuar me matjet e para politike në janar 2025, matjet e dyta tregojnë se si ka ndryshuar prirja e votës. Në matjet e para, diferenca ndërmjet atyre qytetarëve që do të votonin PS dhe PD ishte 15.6%, ndërkohë sot në matjet e dyta, kjo diferencë është ngushtuar në 11.3%. Të pavendosurit në të dy matjet kanë mbetur eksaktësisht në të njëjtin nivel, 90%. Një tjetër lexim në krahasimin e të dy matjeve për prirjen e votës është rënja e PS-s me 1.4% dhe rritja e PD-s me 2.9%. Për sa i përket partive të reja dhe të vogla, vjet re një rënje e tyre nga matja e parë në matjen e dytë, me përjashtim të një rritje me 0.8% që ka pësuar Partia Mundësia.